Me industrialin, jo me Laçin. Po. Me industrialin. Industrialin. Dhe Bujari tregon për gazetën Panorama Sport në atë intervistë gjatë që në fillim nuk ka dashur të shkojë. Po ka qenë pasaj Besnik Çela, një drejtues prej vitesh në federat që ka bindur. Ka qenë një ndeshje e vështirë. Unë nuk kam dashur të shkoj për një arsye, sepse e kishim marrë vesh ekipet që ku isha unë në ndeshje, edhe një ndër drejtuesit e ekipit Laçit ka shkuar në shtëpi. Unë kam qenë në stadium duke parë një ndeshje, se ishte ditën e shtunë, të dielën ishte ndeshja e Laçit Partizanit, dhe ka shkuar në shtëpi dhe ka bërë presion. Ka shkuar i ka thënë mamas, thuaj djalit nesër mos vin Laç. Në përgjithësi nuk i tregoja, se mos mamaja kishte siklet këtë pjesën, dhe unë nuk i tregoja dhe nuk doja që ti fusja atë stresin e neshjeve ku je këtu edhe asnjëherë si tregoja. Shkove? Patjetër. Patjetër shkova dhe si ishte ndeshja seriozisht? Ndeshja ka qenë fort, shumë e fortë, ka fituar Laçi 2-0.